Partia Socialiste rrëzoi sot kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku për t'i hapur rrugën një shpërsimi të masës së sigurisë. Kryeministri Rama në fjalimin e tij mbi 60 minuta e konsideroi masën e SPAK-ut absurde dhe pa precedent ndërkombëtar, duke theksuar se Balluku nuk akuzohet për korrupsion por për dyshimin e pabarazisë në tender. Rama kërkoi që SPAK të vinë në kuvend i armatosur me prova e argumente dhe kritikoi ato të paraqiturat të cilat i quajti dokra dhe iluzione optike. Ai theksoi se Balluku mund të hetohet lirshëm, pa rrezikuar provat e mëparshme, dhe se nuk do ta shpall të pafajshme por as të shkel vijën e kuqe të drejtësisë. Në fjalën e tij, Rama theksoi kontributin e Ballukut në infrastrukturë dhe energjetik, duke përmendur ndërtimin e rrjetit rrugor kombëtar, segmentet e korridorit blu, aeroportin e Tiranës dhe projekte energjetike. Ai konfirmoi gjithashtu rolin politik të Ballukut si drejtuese e qarkut të Fierit në zgjedhjet e ardhshme. Në gjykatën e posaçme të apelit u zhvillua ndërkohë ditën e sotme seanca për masën e sigurisë, pezullim nga detyra për ish-zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjetikës. Apeli i gjykatës së posaçme la në fuqi pezullimin nga detyra, vendimi marrë nga gjyqtarja Emiliana Muça. Ndërkohë, kushtetuesja më herët rrëzoi padinë e qeverisë mbi vendimin e gjykatës së posaçme, duke rikthyer masën që ishte hequr më 12 dhjetor 2025. Në fjalimin e gjatë të Edi Ramës përpara të vetëve, dominoi retorika e ashpër ndaj SPAK-ut dhe veprimtarisë së këtij të fundit, sidomos në raste specifike, sikurse ky i Belinda Ballukut. Në gjykatën e posaçme u zhvillua sot seanca e parë në themel për kryebashkiakun e Tiranës Erion Velia, i cili nuk ishte i pranishëm. Mbrojtja lexoi një deklaratë nga paraburgimi i Durrësit, ku Velia i shprehej se nuk dëshironte të paraqitej. Trupa gjyqësore përbëhej nga Angjullushe Tahiri, Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. SPAK akuzon Veliajin dhe bashkëshorten Ajola Xoza për 13 vepra penale, duke përfshirë korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe shpërdorim detyre, duke përfituar rreth 1 milion euro për blerje luksoze. Ku ka kërkuar lirimin nga qelia, por kërkesat e tij janë rrëzuar nga të treja shkallët e gjyqësorit. Ndërkohë, sikurse Veliaj, edhe bashkëshortja e këtij të fundit nuk u paraqit sot në këtë seancë gjyqësore. Avokati Ajola Xozës, Max Haxhia, deklaroi se klienten e tij e ka ndaluar mjeku për shkak se është shtatzën që të ndjek një agent të tillë. Komisioni i Etikës u mblodh ditën e sotme në kuvend dhe rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për përjashtimin me 60 ditë të Tauland Ballës nga veprimtaria e kuvendit për shkak të fyerjes së rëndë në seancën e fundit plenare ndaj deputetes demokrate Albana Vokshi. U përdori frazën se numrin 0900 e kam për ty. Deklaratë e cila shkaktoi tensione e reagime të forta në sallë. Kleviz Balliu tentoi të godiste Tauland Ballën, ndërsa Gazmend Bardhi e ofendoi. Mirëpo ditën e sotme Komisioni i Etikës jo vetëm që nuk dënoi Tauland Ballën, por dënoi 2 deputetë demokrat që reaguan për shkak të deklaratës së tij, përkatësisht Kleviz Balliu dhe Gazmend Bardhi. Për të dy, u vendos që të përjashtohen nga veprimtaria e kuvendit për 10 ditët e ardhshme. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar publikoi sot raportin vjetor për vitin 2025. SPAK ka intensifikuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Hetimet e reja u rritën 17.7%, ndërsa ato të përfunduara 12.2%. Nga 30 zyrtar të lartë nën hetim, mbi 50% u dërguan në gjykatë dhe 10 morën vendime të formës së prerë. Retorika politike e mediatike mund të ndikojë në perceptimin publik dhe në nivelin e kërcënimeve nga krimi i organizuar. Raporti evidenton sfida të mëdha, mungesa e këshilltarëve ligjor me përvojë, statusi i paqartë i prokurorëve pas mandatit, nevoja për bashkëpunim më të fortë me institucionet publike, konsolidimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve, ngritja e një njësie analize dhe qartësimit të rolit të specialistit ndërlidhës. Problem mbetet edhe shqyrtimi i kërkesave nga autoritetet e huaja, kompetenca e gjykatave të posaçme dhe proceset e ekstradimit, të cilat ndikojnë në vijimsinë dhe efektivitetin e hetimeve ndërkombëtare. Mirëpo sa i takon akuzave të herpashershme të kryeministrit Rama për shtimin e rasteve të paraburgimit, në këtë raport SPAK e ka rrëzuar kreun e qeverisë, pasi rezulton se kërkesat arrest me burg janë ulur, ndërsa rriti e ka mësuar përgjigje telefonike dhe pajisjet kompjuterike. Me këtë raport SPAK ka skanuar edhe mafian shqiptare, nga rrjetet e kokainës te vrasjet me pagese pastrimi i parave. Raporti i SPAK hedh dritë mbi skemat e sofistikuara se si grupet kriminale pastrojnë parat në tregun shqiptar. Një tjetër e dhënë e rëndësishme nga raporti i SPAK-ut për 2025 është edhe bllokimi i një shifre shumë të lartë, 45 milion euro dhe kriptomoneda.
Prokuroritë speciale të Shqipërisë dhe Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore me qëllim rritjen e bashkëpunimit, koordinimit dhe efikasitetit në luftën kundër krimit. Kryeprokurorët Blerimi Sufaj dhe Klodian Brau riafirmuan gatishmërinë për angazhim të përbashkët dhe forcimin e sundimit të ligjit në të dyja vendet. Marrëveshja synon të përforcojë bashkëpunimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke u mbështetur në operacione të përbashkëta të mëparshme që rezultuan në arrestimin e 14 personave të në trafikun e armëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Puna e SPAK-ut është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizja Vetëvendosje ka paraqitur ankesë kundër dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje kërkon që gjykata kushtetuese të vlerësojë kushtetutshmërinë e vendimit dhe të pezullojë përkohësisht efektet e tij deri në vendimin përfundimtar. Kryetaria e grupit parlamentar Arbëria Nagafci argumenton se presidentja nuk ka kompetencë për të ndërhyrë në funksionimin e Kuvendit dhe se veprimi i saj mund të dëmtojë rendin kushtetues dhe proceset demokratike. Dekreti Osmanit erdhi pasi Kuvendi nuk zgjodhi dot presidentin e ri brenda fatit ligjor. Mjegullnaja e tanishme në Kosovë qëndron mbi faktin nëse do të ketë apo jo zgjedhje të reja parlamentare, por edhe kandidaturat finale për të qenë në krye të shtetit. Presidenti i gjykatës së apelit në Antwerp, Bartolux, dhe prokurori Guido Vermieren paralajmërojnë se Belgjika po përballet me një kërcënim të madh nga krimi organizuar i drogës, ku bandat mafioze krijojnë forca paralele që sfidojnë policinë dhe gjyqësorin. Rrjetet e trafikut të drogës, përfshirë ato të shqiptarëve, kanë përhapur korrupsion, dhunë, rrëmbime dhe rishfete në porte si Antwerpi, duke kërcënuar sigurinë e gjyqtarëve dhe stabilitetin shoqëror. Letra anonime dhe fushata nga gjyqtarët synojnë të rrisin ndërgjegjësimin, ndërsa autoritetet belge kanë dënuar mbi 1200 persona dhe identifikuar 5000 të dyshuar për aktivitet kriminal, duke treguar nevojën urgjente për reforma dhe rritje të sigurisë dhe financimit në sistemin e drejtësisë. Ky alarm i friksohet të ardhmes së afërt që e projekton Belgjikën si një narkoshtet. Situata në lindjen e mesme është e tensionuar ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaron se vendimi për përfundimin e konfliktit me Iranin do të merret bashkë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kryeministria italiane Giorgia Meloni thotë se Europa nuk ka informacion të mjaftueshëm për një qendrim të qartë. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei raportohet i plagosur ndërsa Irani ka lëshuar raketa dhe dron drejt Izraelit dhe vendeve arabe. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen zhvillojnë videokonferencë me liderët e rajonit duke kërkuar dialog dhe diplomaci. Ndërkohë, një paralajmërim i fortë për Iranin ka ardhur sot edhe nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Nëse sulmoni Çipron do reagojë gjithë Europa, thotë ai. Izraeli ditën e sotme ka rifilluar sulmet në Teheran dhe Beirut. Ndërkohë, situata duket se ka ndryshuar pasi tashmë në krye të Iranit është vendosur pasardhësi Ali Khameneit, që për Trumpin nuk përbën asnjë surprizë, pasi paralajmëron se edhe ai do të vritet. Mirëpo duket se sulmet e Izraelit ndaj depozitave të naftës në Iran kanë irrituar së fundmi presidentin amerikan Donald Trump. Zyrtarët amerikan shprehin shqetësim se pamjet e depozitave të djegura mund të trembin tregjet ndërkombëtare të energjisë. Nga ana tjetër, ministrat e financave të gështatës do të mlidhen urgjentisht për çmimin e naftës. Rritja e tensioneve në lindjen e mesme ka nxitur një rritje të fortë të çmimeve të naftës. Brent ka arritur deri në $119.50 për fuçi, ndërsa wheati amerikan u rrit deri në 31% për shkak të frikës nga bllokada e ngushticës së Hormuzit. Investitorët dhe qeveritë përballen me presion energjetik dhe inflacion në rritje. Ministrat e financave të gështatës diskutojnë lirimin e përbashkët të rezervave strategjike të naftës në koordinim me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë. Për presidentin amerikan Donald Trump, kjo rritje është thjesht një çmim i vogël në emër të paqes dhe të sigurisë. Qeveritë europiane shprehin shqetësim për veprimet e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë krizës SBA Izrael-Iran. Zyrtarë dhe diplomat kritikuan tejkalimin e mandatit të saj, duke thënë se ajo po merr rolin që normalisht i takon shefes së punëve të jashtme të Unionit Kaja Kallas. Von der Leyen zhvilloi telefonata me udhëheqës së lindjes së mesme dhe shprehu qëndrime që shkuan përtej konsensusit të bllokut, duke krijuar shqetësim për konfuzion diplomatik. Komisioni Evropian hodhi poshtë akuzat duke thënë se veprimet e saj janë brenda përgjegjësive dhe në përputhje me traktatet, ndërsa qëndrimi zyrtar i Bashkimit Evropian për Iranin është përcaktuar nga Kallas në koordinim me 27 vendet anëtare.
Brenda pallatit Buckingham po qarkullojnë thashetheme se mbreti Charles mund të tërhiqet nga froni brenda vitit të ardhshëm, duke i hapur rrugë princit William. Burimet të oborrit raportojnë se vendimi do të jetë i matur dhe dinjitoz, me shëndetin e mbretit si arsye kryesore. Ndërkohë William duket se po ushtron tashmë detyrat të mbretit jo zyrtar, ndërsa institucioni përgatitet për tranzicionin. Kritikat ndaj Charles përfshir vendimin për vllajën Andrew rrisin presionin për abdikim, duke cilësuar atë një udhëheqës të dobësuar, sipas analistëve mbretëror.